Drejtoria vendore e policisë Shkodër ka referuar në prokurori disa materiale proceduriale duke nisur hetime për një sër rastesh në territorin e qarkut. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare nisin procedimin penal ndaj shtetasit AH 51 vjeç banues Novau Nedejos, i cili u konstatua duke ofruar shërbim transporti me automjetin e tij, pa qenë i pajisur me dokumentacionin përkatës. Ai akuzohet për ushtrim të aktivitetit tregtar të paligjshëm dhe fshehje të të ardhurave. Ndërkohë, specialistët e qarkullimit rrugor referuan materiale për shtetasin ato 18 vjeç banues në fshatin Mjed, i cili humbi kontrollin e automjetit dhe doli nga rruga. Si pasojë e aksidentit u dëmtua drejtuesi dhe pasagjeri SQ 18 vjeç. Të dy po marrin mjekime në Spitalin Rajonal Shkodër dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Po ashtu nisi procedimi penal për disa raste të dhunës dhe kanosjes. Për shtetasin AB 40 vjeç banues në Mëlgush për dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes. IL 70 vjeç banues në Shkodër për kanosje të vazhdueshme ndaj një 30 vjeçareje. ESH 40 vjeç dhe IK 58 vjeç banues në Shkodër, pasi kanë goditur njëri tjetrin me sende të forta. Më 17 shkurt të vitit 2026, një 48 vjeçar kallëzoi se në rrjetin social TikTok janë hapur disa llogari në emrin e vajzës së tij. Hetimet vijojnë për identifikimin e autorëve, por në të njëjtën datë në Velipoj shtetasi VT 56 vjeç u gjet pa shenja jete në automjetin e tij. Dyshohet se vdekja ka ardhur si pasojë e arrestit kardiak, ndërsa autoritetet po punojnë për dokumentimin e plotë të shkakut. Materialet ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.